Sezoni turistik i verës ka sjellë një arritje të konsiderueshme të vizitorëve në një prej vendeve më të rëndësishme historike të Shqipërisë, varri në Gjergj Kastriot Skënderbeu në qytetin e Lezhës. Vetëm gjatë muajve të pranverës dhe fillimit të verës, ky monument ka mirëpritur mbi 2000 turistë, një numër shumë i lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Kamera e televizionit Apollon sjell pamje ekskluzive nga fluksi i turistëve, të cilët nuk mungojnë në asnjë orë të ditës. Punonjësit e vendvarrimit muzeal shprehen se pjesa më e madhe e vizitorëve vijnë nga Kosova, ndërsa një pjesë e mirë janë shqiptar vendas dhe turistë huaj nga vende të ndryshme të Europës, madje edhe nga kontinente më të largëta. Bileta për të hyrë në këtë monument historik kushton 200 lekë të reja për person dhe të ardhurat për biletat janë një burim i rëndësishëm për mirëmbajtjen e objektit, i cili u restaurua plotësisht në vitin 2018. Për disa muajsh, përballë vendvarrimit, është vendosur edhe shtatorja madhështore e Skënderbeut, duke kthyer zonën në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe historik. Ndërkohë, shumë prej vizitorëve zgjedhin të vizitojnë edhe Kalan e Lezhës, rreth 2 kilometra më larg, megjithse rruga drejt saj mbetet ende problematike për shkak të infrastrukturës së ngushtë. Lezhë tashmë është pjesë e itinerareve të agjensive turistike që përfshin vizitat në qytete historike dhe investimet e fundit në infrastrukturë e parqe po e kthejnë këtë bashki në një destinacion gjithnjë më të preferuar.